Hera e parë që mora pjesë, më ka pëlqyer shumë që kanë qenë gjitha pjesëtar këtu, këtë shqiptar, diasporës dhe artistë që kanë qenë shumë të veçantë, ka pëlqyer shumë. Ne mirëmi me shëndetësi, që bëjmë shërbime shtëpiake, klientëve në shtëpi që kanë probleme shëndetësore, kemi dy kompania që i bashkëpunojmë me Melinas Medical Care, Shpiteksa Bodensee, po edhe shkollën e kemi për infermierë që ne familjarët i shkollojmë dhe muna mi punësu në firmat tona që i kemi. Tash është komunikimi shumë më i mirë, se sipas liberalizimit të vizave kemi shumë vizitorë prej Kosovë dhe për shohin se çka po bëjmë na, çka biznese kemi dhe mundohemi me Kosovën në bashkëngjitjen edhe me njëri tjetrit mi ndihmuan. Nuk kanë ata nevojë, po kena edhe na nevojë.